Një kontribut shumë i veçantë është edhe për misionin e arsimit të cilin e keni ushtruar gjatë gjithë jetës tuaj, pikërisht për grup mosha, gjeneratat që do të vinë me iniciativën tuaj për të qenë pjesë e shkollës. E kishit si mision apo jo? Po mision e kam pasur. Arsimin e kam pasur mision jo punë. Një popull, një komp, i shëndosh, mund të jetë vetëm i arsimur dhe i shëndosh. Çka do të thonë? Do të thonë duhet të kesh arsim të mirë dhe shëndetësi të mirë. Normal më të tjetë duhet të kesh armat dhe elementi 4, punë. Duhet të punohet punë. Ndalemi te gjimnazi se Klushmarku. Përshimi në vitin 1994, dikundit është muaj, kujtohet mire, ishte fundi muajit tetor, pati një lëvizje në Klushmarku, do them pak ma të banë me hile atëherë, po me gjithatë. Çështje politike. Çështje politike. Dash mos përmendi imra, po i kam përmendur në memoaret i kam. Po me gjithatë, ato më siguruan një 8 orë mësime dhe 1 orë këdestari. E pranova, e fillova, të vimane vitin tjetër, i plotësuam, vitin tjetër pra me 12 orë, e vitin e 3, i mora kështu klasët, dhe atje formuam paralele në të mjekësisë. Fëmijët që nuk i pranuan në shkollë, parë që Karagjosef në mjekësi, i pranuam neve një, dhe pranuam edhe një paralele të ekonomisë. Bile fëmijët, nxënësit që më takojnë të ekonomisë, profesorë, ju në keni bërë punë të madhe, ju në ka bërë njërës, më thonë. Me gjithatë, dhe vëdhe në gjimnasi fillova si profesor, fillova gjuhën dhe letërsinë, nuk e kisha vështirë për arsye se i formuar dhe Finlandën e njihja mirë, kështu që deri në vitin 1999 me 9 prill me emëruan drejtor, ushtrues drejtor të gjimnazit e Klushmarku. Më dha një detyrë shumë të rëndë. Në bile hezitoja të pranoj, apo të mos e pranoj. Një 2 profesorë të vjetër të gjimnazit më vërsulën dhe më thanë, do të marrish pa tjetër, jo të shkojsh, se kështë ide në Ministri të Arsimit të shkojsh. Do të marrish gjimnazin, s'ka kush e merë. Pranova, mora gjimnazin të Ullheq, për disa muaj e solla në Binar, dhe kër e mora gjimnazin ishte lufta e Kosovës. Ishin bombardimet, ishin refugjatët. Në gjimnaz çdo ditë vinin nxënës që dëshironin ishin detyruar të regjistrohen për cilin mësim, mos mbeten rrugëve të Shkupit. I mblodha 320 nxënës. I sistemova në klasa dhe i organizova mësim veç. Një 7 klasave të gjimnazit me thanë veç, këto veç, dhe deri me 22 të muajit 6 qershor, ato kanë përcjellë mësim. Me 23 më dhënë të gjithëve vërtetime, se kanë përcjellë mësim, që të shkojnë në Kosovë dhe të dëshmojnë se kanë përcjellë mësim që atjerë të apranë mëse unë vitin, të pranë vitin. Kjo një, të dyta, si drejtor, vitin 99, nuk ishte i letë. Një u thash lufta, e dyta, gjimnazi atëherë punonte në disa objekte. Edhe gjimnazi ishte në 2 gjuhë. Në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. Shkolla normale është formuar në vitin 1950 në Tetov me emrin Liria. Në 1952 normale është transferuar në Shkup
gjithashtu me emrin Liria. Në vitin 1960, në patronatin e shkollës i ndrohet emri për Liria në Zefrishmark. Drejtori i parë ka qenë Bajrami, Recep Bajrami, drejtori i dytë ka qenë Qemal Musliu, 17 vjetë ka qenë Qemal Musliu. E mande vinë, Avniu, Ahmeti, të tjerët. Në vitin 1983, pak histori për gjimnasi. Në vitin 1983, atëherë, kur ishte ajo faza e mbylljes së arsimit në Maqedoni, 2 vitet e para Shqip, vitin e tretë paralelet përzira dhe Maqedonisht. Se e mbani mend, nuk e mbani mend. Në vitin 1983 në gjimnazin Zefrishmarku i sjellin 12 paralele maqedonëse, në gjuhën maqedonëse. Qëllimi themelor ka qenë që ti përzgjim paralel. Pse si kam përzgjirë, po nuk e di. I lënë vesh, dhe me thonë 4 paralele në gjuhën shqipe në gjenerat, 3 në maqedonisht. Dhe me thonë viti par 4, 3, 2 kështu, 4, 3, kështu me radhë. Dhe kjo do të vazhdoj edhe unë kur isha drejtor. Se disa e përzin me Nikola Karev. Nikola Karev e shkollë tjetër. Në gjimnazin Zefrishmarku, prit 83 ka pasur mësim në 2 gjuhë, në gjuhën shqipe e në gjuhën maqedone. Deri në vitin 2001-2002, kur unë arrita që nxënësit për shkak të mospasjes objektit, edhe shtypjes madhe të nxënësve shqiptarë për të regjistruar, për herë parë regjistruar 16 paralele atë vit, 2001-2002, mendoj vitin shkollor, atëherë nxënësit Maqedonës, vitin e 3-4, i hoqëm me një shkollë, Vazë Tërpovski, mande prej atë i kalova në Guc, Zdravko Cvetkovski, dhe vitin tjetër, në marrëveshje me ministrin, në konkurs, konkursin, u parapa që të regjistrojnë vetëm nxënës në gjuhën shqipe, ndërsa gjimnazin në gjuhën maqedone të transferohet në Guc. Edhe sot gjimnazi është atje, gjimnazi mendoj në gjuhën maqedone se është atje, dhe gjimnazi në gjuhën shqipe ka mbetur këtej. Dhe të tregoj të tje si drejtor mora përsipër disa elemente. Një, ti përfshin nxënësit dhe të ndikojnë në hapjen e paraleleve ashtu si që ishte deri në vitet e 80 në shkollat tjera. Një, 2, mora përsipër të kremtoj 50 vjetorin ashtu si duhet. 3, të vek gurin e themel, të caktoj lokacionin ku do ndërtohet objekti i Zefrishmark. 50 vjetorin e kremtuam në vitin 2000, në prill, edhe për atë përgatit bara një monografi, ja kjo është ajo. Kjo është një me kapak të fort, kjo është 1000 copë janë botuar në këtë, një 10 i bërë kështu për. Kjo është ajo, monografia, të cilën e përgatita me rastin e 50 vjetorit. Organizuam një program impozant, që sigurisht në arkivat tu e ekzistojnë ato. I keni edhe këtu ja fotot, këtu brenda, pa i kam edhe në këtë album. Gjithashtu, bëra logën shqipni të gjimnasit. Shqipni logën zelëmë me librin 50 vjetë dritë. Kjo ka zgjatur deri në vitin 2006, mandej e kanë ndryshuar, to pa vendim pa kur gjë kështu gjimnazi. Pa vendim, shikoni, e kanë ndryshuar, tani është këtë ndryshë. E kanë ndryshuar, me kuqezi, me kanë pasur ide, shikoni që. Edhe, me gjithë të, bëra himnin e gjimnasit. Tash me rastin 75 vjetorit e kënduan,
e këndoj korin shkollës. Tekstin e shkroi Shkënzen Halimi. Muzikën e bëri ky komponimin Rafet Rudi, ndërsa e ekzekutoi, e përgatiti me korin kjo Shpresën Gropi. Bëra një kort jashtëzakonshëm, i qeni në fotën dhe i gjeni brenda, kështu që ishte një kremtim madhështor. Ftova të gjithë këto gjeneratën e parë të gjimnasit, të parën të faktikisht të normales shqiptare, se është bile në periudhë edhe në Lirien e Tetovës, në godirën e Tetovës, ngrita një plak për kujtimore, që aty ka filluar mësimi i normales në vitin 1950. Atë e financoi komuna e Tetovës, kryetari i atëhershëm i Tetovës i vitit 2000, Mirtezani. Të tje, për gjimnazin, shoni kam shumë të flasë, po të vazhdoj me problemin e lokacionit. Unë organizova disa konferenca shtypi për lokalin, për arsye se ne punonim në 5 objekte. Punonim në Ndërtesën Zefrishmarku, punonim në Neres, punonim në Guc, punonim në Cvetandimo, punonim në Barak. Kam pasër 2400 nxënës, ja, 70 paralele, mbi 1100 profesor. Bile disa më thoni se ti je drejtori më i madh në Maqedoni, për nga numri, edhe numri nxënësve edhe profesorëve. Shkupi nuk kishte lokacion, ku të ndërtohet. Neresi nuk vinte parasysh. Nuk vinte parasysh për arsye se ishte 10.000 metre katror, lokacion i vogël, edhe një elementi dytë që ma bën me dije gjatë një meremetimi atje të komunale të këtyre të komunës, se një kanal është nën obor dhe ai kanal nuk mund të dislokohet. Edhe ati nuk guxon të ketë ndërtesë. Dhe unë atëherë unë isa në kërkim të lokalit, arritëm që ja tani ku është kjo, të sigurojmë, aty ka dikun në afër 24.000 metre katror. Dhe në vitin 2002, me 27 gusht, i hodhëm themelin e ndërtimit. Po pak më vonë, ndroi pushteti, ndruan rrethana, edhe ndërtimi u zvarit diku deri në vitin 2009. Në vitin 2009 është hyrë në këtë objekt, me 7 vjetë ka zgjatur, dhe me atë që di unë, është, nuk jam i sigurt, po kanë qenë disa parcela private për cilat është dashur diku deri në 60.000 marka të paguhen edhe të vetëm për 60.000 marka të mbetur zhgagitur në jashtë. Megjithatë u bë objekti dhe prej atij objekti, prej asaj shkolle, u ndërtuat një shkollë në Sarajë, me thonë çka është, u fillua interesimi që shkolla t'i afrohet edhe fëmijës. Dhe janë hapur paralele edhe në Drashef. Kështu që marrja e atij lokacioni nuk ka qenë lehtë. Ka qenë shumë e rëndë. Ka zgjatur një vjet. Aty ishin planifikuar ndërtesa. Kemi bërë ndryshimin e planit urbanistik, përgjithshëm, qytetit Shkufit, më detaj, edhe e zgjati një vjet, 50 vjet, 52 vjet, 52 edhe 59 vjet. Shkolla ka funksionuar, vetëm 13 vjet ka pasur objekt rreth Vardarit, në me thënë për vitit 52 sa vjen 63, 11 vjet në me thënë, ka pasur tërmeti rëzanat dhe ajo mbetet. Shkon në Gliur për liqëve, ku ta di unë tjetër ku, ka histori, e mande vitin 70 vendoset në këtë objektin në Nikola Karev, Zefrishmarku, e aty ka qenë Siqiraqi.